Ti në dynja shpesher na I ikim njerëzve, I mashtrojnë besa dhe njerëz, apo? Ama Allah së në mashtron. Kur del para Allah subhanahu wa ta'ala, të merën llogari, para me ndoj dashur jam. Veshën ndjeje shta, qështu ka me ndodhë, vallahi qështu ka me ndodhë, billahi kështu ka me ndodhë. Ditën e kiametit, kur nis llogaria, nisin mu thirr njerëz një ka një. Para me ndodhë, ndije qëtash kur të kamu të thonë, o filan I biri filanit. Hajde me dalë para Allah subhanahu wa ta'ala. Qëta ka në hadith pejgamberi s.a.s. Për një momenteve që ishte përshkruar, thot kur thirret një person I cili mundë me konë dhunë edhe ti, se ne e në gjyna shar, bëjmë gjunahe, bëjmë me katë nësat, thot Allah subhanahu wa ta'ala e merë dhe e fut në ndërkrahun e ti. I thot, ja abdi, e të dhkuru jomën, këdha wa këdha wa këdha, atë kujtojtë të rob jam. Vetëm, jo me ndi njerëz. Atë kujtojtë të rob jam filan ditën, filan vendin, filan orën, filan qasin, e këpo kështu. Kërëm vetë, thot, helekt, u shkatrova, thot. Vaj halë për mu, se pjanis, kujton që pëtanë Allahu me janë numëru gjunahët një ka një krejt. Ama Allahu, arhamar rahimin, nuk mundesh me gjithë vallahi dikan ma të mëshirshëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu te baraka wa ta'ala është arhamar rahimin. Atëherë thot, ja abdi, thot, o robi jam, thot, inni qad satartuka fi dunja, thot, I kom lum, thot, në dunja, krejt I kom lum. Sti ka pa kërkosh gjunahët tuja, fa ana agfiru lihum. Thot, unë sot po t'i falë ty. Ja, Rab, na falë neve. Na I falë prind. Ja, Rab, na falë gjithve, ja, Rab, el-alamin. Wallahi dashurët e mi. Wallahi se na e në njerës gjuna qarë që I bëjmë Allah gjuna. E shpesh herë, ndoshta dhe I ikim syve tjerve, po e harrojmë që Allah subhanahu wa ta'ala në shë. Po, mos e harro se Allah subhanahu wa ta'ala apet është rahim, është I mëshirshëm, të falë, vallahi, billahi, po, të pret, më u pëndu, të pret më ju këthy. Kër e ban një të mirë, I thot me lajkeve shkruja në ime një herë. Kër e ban një gjuna, I thot me lajkeve, mos ja shkru një të keqen. Pret 6 orë, la ilaha illallah. Qësa I mëshirshëm? Parat Allah u thot në surën Kur'an, në surën Infitar, ja ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim, o ti njeri, pse po ik pe Zotit tënd bujar? Wallahi disa njerëz ik pe Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu çdo ditë na thirr më u pendun ata ai. Allahu çdo ditë thot o rob jam, hajde ktheu te ona. Allahu thirr ty dhe mu. Po I dashur jam, nuk është emet me I bëjë gjuna Allahu subhanahu wa ta'ala.